Shikues të respektuar të televizionit Tuskana, mirë se vini edhe në një emision, edhe unë jam Uskan. Ne sonte kemi dy musafir të ftuar që njëri ka qenë pjesë e komunës nga vitet e 90-ta. Unë do ta kisha prezantuar zotri Madin Bajrami, ishte kryetari i komunës Kërçovës në vitet e 90-ta dhe ishi burgosur politik. Zoti Madin, mirë se erdhi. Mirë, faleminderit. Dhe musafiri i dytë që nuk e përmenda është magjistër Azem Gjeladini, magjistër i shkencave orientale, të orientalistikës, për momentin është i punësuar në Ministrinë e Jashtme si diplomat i karrierës. Zoti Azem, mirë se erdhi në televizionin Tuskana. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Sonte do të flasim për Kërçovën, por ja edhe në aspekt të diplomacisë do të keni diçka edhe më tepër të na thoni, por me që jeni edhe kuadër që e njihni edhe aspektin fetar, shpresoj se do të na jepni diçka edhe nga kjo sferë. Zotri Madin, unë do ta kisha filluar me ju, me që thash se ju keni qenë ishte kryetari i komunës Kërçovës në vitet e 90-ta, jeni në kryetari i parë pas zgjedhjeve të para pluraliste që u mbajtën në Republikën e Maqedonisë në atë kohë. A mund të na thoni për rëndësinë e menaxhimit të komunës? Tash Kërçova ka një histori të dhimbshme gjatë udhëheqjes, për shkak se në udhëheqjen komuniste Kërçova asnjëherë nuk ka pas pjesëmarrje adekvate të popullatës shumicë të shqiptarëve. Çdo herë në atë sistem kanë qenë të dytët edhe formalisht, me persona të zgjedhur nga vetë sistemi, nga vetë pushteti, nga vetë pala maqedonase. E tash në pluralizëm, vitet 90-ta, kur ra sistemi komunist, unë si pjesëmarrës në komunë përsëri kam qenë i dyti. Për shkak se prodhimi i zgjedhjeve të asaj kohe ishte me ligjet e vjetra dhe e kishim menduar asnjë lloj që për 45 këshilltarëve, 18 dulin shqiptar, të tjerët ishin maqedonase dhe një turk. Por për një partije, për Partisë Vëmëros, Partinë Komuniste gati që u prodhuan disa partije e kishën eliminuar. E tash deri në atë kohë, popullata shqiptare nuk ishte kuptuar se shqiptarët menaxhohen nga pakica. Komuna gati mundesh të thotë se në ato vujtje që nuk përfilleshin shqiptarët as në administrat, as në arsimim në gjuhën e vetë, është bë një histori arsimimi shqiptar. Disa herë është hap shkolla e mesme, disa herë është mbyll në atë kohë. Vujtjet më të mëdha erdhën që ne u detyruam të hapim në shkollë private në kohën kur unë isha nën kryetar. U pranon nxënësit në shkollën e mesme edhe i lanë në bërë se ju jeni për shkak se në sistemin komunist kishte erë një ligj që paralejet përzime faktikisht edhe shqiptarët të mësojnë maqedonisht. Ne atë nuk mundeshim ta kapim në atë kohë dhe nxënësit ngjelen të pranohen në bërën e shkollës. U detyruam ne si politik me partinë e atëhershme edhe u proni urdhën partijakmate të Partisë për Prosperitet se në këto vende, në Kërçovë, në Strug, edhe në Kumanov diku më duket, nxënësit që nuk përfillen të mësojnë në gjuhën nënptare në për shkollat e mesme ku janë pranuar, se u pranon me ligj, me konkurs, ngjelen në borës si mos dinë mësojnë maqedonisht, edhe u shpërndam në për shkolla private. Atë në qoftë se harrohen shqiptarët, atë mëkat të asaj kohe që Mlethi ishte i prodhuar në komunizëm. Demokracia se ne kapte se s'kishte ligje, si shumë prodhu ligje demokratike, ishte me ligjet e vjetra edhe
vujtjet pasojat I kishim ne shqiptarët. Tash popullat shumit u theqen nga pakica e të dilte se bëhet apartheid. Pala që u thiqet nga një pakica është shumic edhe nuk mundet të gëzojnë të drejtat e veta, është palë dënume. Është e tash ajo kohë na dha shkollë neve, I dha shkollës politikës në tërsi, në maqoni, gjithë, që ato defektet që I kishte lënë komunizmi, që si pasojnë edhe në fillim të demokracisë, I vunjëm si shqiptar, të orientohet kërkesa, lufta e orientimit politik të jetë në defektet të kalumes që poshtë në sot ka një qetër pamje, por ajo nuk harrohet. Është nevoj e komunës, është produkt I mendes shëshnosht atyre që e zjedhin, që kërkojnë udhëheqësinë për ti. Se kanë dy pushtete, tash të flasim kështu, ata janë të mbrojtur, ata janë të sigurt. Ne jemi një shumicë e dobët. Si do qëftë jemi shumicë, do të thënë nuk falet menaxhimi, ajo fitohet. Mos tash zoti, tash të folim në pjesën tjetër, të folim ne se kjo që është të ndodh tash në mes të këtyre dy cikleve zgjedhore është demokraci, por në ciklin e dytë duhet të dëshmohet se shumica nuk mundet të dorëzojnë pakicës një pushtet të e pashmenuar. Që do të thënë tjetër me që tash jemi në raundin e dytë të zgjedhjeve zotëri Azema, mund të na flitni pak me që ju tash jeni njohës edhe I rrethanave fetare. Si do ta kishit Po tash kjo është detyrë për muslimanët, është detyrë dashuria ndaj atë dhejut. Është detyrë fetare. Është primare, ne kemi shembull, mos shkojmë më larg, kemi shembull vetë profetin Muhammed a.s. I cili fillimisht në Mekë ndërtoi individin, jo shoqërinë. U morë me ndërtimin e individit. Fillimi I misionit të atij ishte ndërtimi I individit. Pastaj këto individ, që ishin sa një grusht, do thot një grusht njerëzish, u transferuan në Medinë për të ndërtuar shoqërinë, e cila pastaj do të ndërtonte njerëzimin. Pra fillimisht u ndërtu individi, profeti zgjodhi njerëzit e duhur, punoi me njerëzit e duhur, punoi me ekipin, formoi skuadrën, pastaj me këtë skuadër u transferu në Medinë, ai ishte bartës, ne nuk kemi mision hyjnor, neve nuk na vjen prej Zotit shpallja dhe udhëzimi si. Mi po ne e kemi udhëzimin e Zotit, e kemi në Kur'an. Edhe mësimet duhet t'i nxjerrim prej aty. Prej aty ne duhet t'i nxjerrim ato mësime dhe duhet t'i vëmë në zbatim. Shembulli më I mirë është shembulli I profetit. U transferu në Medinë me individët që kishte punu për 13 vjet, për 10 vjet arriti të ndërtojsh, të ngrisë shoqërinë, të ngrisë shtetin, të ngrisë të funksionoj, kja marrë edhe sot e kësaj ditë të funksionon, ajo shoqëri që ngriti profeti, do thot dashuria ndaj vendit, e mbolli dashurinë ndaj vendit ke këto individ, edhe ata ishin të pa korruptueshëm. Arriti do thot bëri individ edhe pse ishin fukara, ishin të pa korruptueshëm. Një shembull, tash me që dolëm pak ka ona e fes, dua ta përmend një shembull që nuk mund të, sa herë që të flasim, nuk mund të mos e përmendim shembulli I Omerit. Halifit të dy do thot kryetarit të shoqërisë islame pas profetit Muhammed a.s. Omeri, momentin kur u plagos edhe e pa se është para vdekjes, edhe I mblodh fëmijët e vet. Tha o djemt e mi, për këtë kohë sa kam qenë unë në detyrë, kam marrë kaq rrok shteti. Ju do ta shisni pasurinë time, ato para do t'ja jepni fukarave, edhe ju nëse doni të punoni përveç një krahët, përveç një mangët, a para që I kom marrë prej buxhetit shtetit do t'i ktheni në arkën e shtetit, do t'i ktheni në arkën e shtetit që të shpërndahen për fukarat. Ky ishte shembulli I individit që kishte ndërtuar profeti. Ne jemi larg asaj, nuk mund të pretendojmë sot. Në rastin konkret të Kërçovës. Nuk mund të pretendojmë sot. Në rastin e Kërçovës. Tani këtu neve na duhet unifikimi I faktorit njerëzor,
unifikimi i votës. Na duhet të shmangim këto çoroditje që janë të ndodhë në popullat, këtë gjuhë urrejtje që përdoret, sidomos në portalet, në disa portale që shifet se kanë të njëjtin autor, se kjo konstatohet prej komentuesve, janë të njëjtit komentues, gjuha që përdoret në për ato është po e njëjta, ne duhet t'i shmangim këto. Nuk e kemi luksin ne të merremi me urrejtje vllazërore. Nuk e kemi luksin ne tashin në këtë situatë, nuk e kemi luksin të ndjellim urrejtje brenda llojit. Ne kemi një detyrë parësore, një detyrë që është o jemi os jemi. Në këtë rast, tani neve na duhet unifikimi i të gjithëve, të gjithë të përpiqemi të grumbullohemi, të gjithë aq sa mundemi, të shkojmë të gjithë kur të vijë dita e votimit, të shkojmë në kutivën e votimit edhe ta japim votën për kandidatin i cili na përfaqëson të gjithëve. Ato nëse ka pretendime nga më të ndryshme këto që dalin jo përgjime, jo sende, ata që pretendojnë se i kanë ato gjona, ka organe shteti, ka prokurori. Nëse ke prova, urdhoj, ke ato gjona, merri, grumbulloj, çojnë prokurori, çoj në gjykat, merret shteti me atë punë. Po jo si musliman. Thot kur t'ju vi një lajm i pa verifiku, largoni prej atij. Verifikoni një herë, është ose nuk është i saktë. Ne kemi borxh, ne si muslimanë kemi borxh fetar që ta shohim origjinën e atij lajmi. Ndërsa këto lajme të pakonfirmueme dalin e hedhin bal ndaj një individu ose ndaj shumë individëve, ndaj vëllezërve tanë, ndaj motrave tona, ndaj nënave tona, ndaj vajzave, ndaj bijeve tona, hedhin përbaltin figurën e individit, kjo është turp. Prandaj na duhet t'i shmangim të gjitha këto, t'i lëm anësh, mos merremi me këto punë fare. Të merremi me unifikimin e faktorit, ashtu siç ishte, do ta përmend këtë se nuk mund më rri kështu, kam një problem në lukë dhe nuk ma len ta mbaj mrenda, do ta nxjerr jashtë. Para rrethit të parë zgjedhor, 2 kandidatët, të 2 fatmirat ishin musafir ke televizioni Alsat. Do thotë që shfrytëzoj rastin ta përshëndes televizioni Alsat edhe pse nuk lejohet prej një studio, po unë do ta përshëndes se e kanë bërë punën e tyre, i kishin të 2 kandidatët. Ishte fillimisht kryetari aktual, pastaj pretendenti për kryetar Fatmir Dehari dhe Fatmir Limani. Në mes të reklamave, do thotë ishte Fatmir Dehari, i tha fjalët e tij ato që kishte reklamat, Fatmir Limani. Do shkurtoj. Edhe ajo që e pyeti udhëheqësia e emisionit tha. Nëse vje puna në rrethin e 2 zgjedhor, cilin kandidat do përkrahni? Fatmir Dehari tha, ajo është e qartë. Mërgata kërkon nga ne që të përkrahim kandidatin shqiptar. Atë e thanë edhe në Zvicër. Prit, ta përmbyll. Pas kësaj, spot publicitar, doli Fatmir Limani. Të njëjtën pyetje e kishte edhe. Edhe ky e tha të njëjtën gjë. Tha disa puna, tha është qëndrim i të gjithë ne të 3 kandidatëve në Kërçov, që ne në rrethin e 2 zgjedhor do të përkrahim kandidatin shqiptar. E tani si janë llafet, ku janë llafet, sa rrin këto të 2 në këto llafe? A u rrin këty në llafeve se vetë i kanë nxjerrë njëri, përfyti nuk i ka kap. I kanë nxjerrë nga goja. A i rrin, a nuk i rrin këtyre llafeve, le ta shohim vetë votuesi. Por na duhet prap do i biçë kiçit aty ke unifikimi i votës, e kemi borxh, e kemi detyrë edhe fetare, po kemi edhe detyrë si shqiptar dhe si njerëz e kemi detyrë të bëjmë unifikimin e votës. Shqiptarët në këto zgjedhje në Kërçov, partitë palë shqiptare, treguan demokraci, pluralizëm, se morën pjesë në garë me 3 subjekte. 2 subjekte me përfaqësuesit e vetë edhe një kandidat i pavarur, por edhe me listën e vetë. Ne në aspekt garus kemi qenë në rregull. Edhe kemi dhënë një shembull se pala tjetër se ka bohat. Aty kemi një hile. Kemi hile se ata kanë ngushtu demokracinë, kanë ngushtu pluralizmin, partitë politike që i ka më tepër në numër, pala Maqedonase, u tërhoqën pigare, tu i dhënë shans një kandidati, vetëm me një qëllim të vetëm se
do shta e bën zoti ëndër se në rundin e parë kalon, kur shqiptarët janë të shpërnda. Mirë po, aty ku populata është shumicë, pakicat çfarë do përpjekësh të bëjnë, janë ato gara manipulative, vetëm për të erdhur në pushtet, pa mundësi. Vota është numër. Zgjedhjet bën me votë, edhe numrat sillin njerëz në pushtet. S'kam kur gjallë kundër atyre që hynë në garë për demokraci. Por ata nuk i dhrohen, e dinë se shumica fiton. Por lloj formash, tërheqja e gjithë partive politike, e lënia vetëm kandidat të një partije që të grubohen gjithë votat të ai kandidat, që ato e dini qarë për qarje shkanë dhe qarë sjellje shkanë në nivel të shtetit, partitë politike maqedonase, për të marrë pushtet veç e veç. Këtu në këtë rast, kemi votu në dy nivele. Palja maqedonase ka votu kërshi populatës shumicë pagës me intriga, ndërsa palja shqiptare ka shku anë blok në pluralizëm dhe demokraci. Ata kanë qenë në finale me kandidatin, a ne kemi luftu brenda shqiptarëve për të qitë kandidat në finale. E tash, ku është kuptimi? Gara është legjitime. Gara është e nevojshme në demokraci. Shansa të jepet njerëzve për më shumë kandidatëve u dha. Pa marrë parasysh tash partitë politike a e kanë kufizuar ngusht, a e kanë kufizuar gjanë kandidaturën e një të parit, ne atë kemi pas. Na ka pëlqyer, na ka pëlqyer. Do publikimet që dulin në kohë të papërshtatshme, në kohë të fundit, se njerëzit e mençur, njerëzit demokrat, njerëzit që e duan vetveten edhe duan udhëhecit e vet, ja tregojnë në kohë ato vlerat negative një udhëhec. Mangësit, në kohë kur kur ndodhin, pa me protesta, a but, a e tërheqin vretjen, a e dënojnë, jo mund në garë, për shkak se ajo dukshëm jep sinale se do të përfitosh me intriga, me tu e përqesh kundër kandidatin. Ne jemi shqiptar, jemi zemërgjan, jemi bujar, edhe kemi bo gara sportive, me pëllivojmë, me dresh. Ne nuk mund të mos e adhurojmë atë që ka ma shumë simpatizant. Tash, si na dojnë gara. Të gjithë i kishën shansën të kenë shumicën e votave shqiptare. Edhe në fillim dukeshte se bojnë një garë të kuptueshme me marrëveshje se finalisti që duhet të garojnë me finalistin tjetër, duhet të përkrahet nga të gjithë të garu, se këta ka shpërta votën shqiptare. Ne po të kishim shku si ata, me marrëveshje dhe me mençuri, që do ta kishim kryetarin me zgjedhjet e para. Votat janë dallimi i madh. Mbi 13.000. Palja paket, nuk e ndërron numrin. Tash mos flasim se intrigat kush janë. Mund të kenë grumbullu numrin e më pashëm e kanë. Mund të kenë grumbullu qytetarët e tyre që jetojnë në qytetet e tjera, është legjitime, i kanë sjellur kanë dhënë njoftimet të votojnë këtu. Mund të kenë sjell qytetarët e jashtëm që nuk jetojnë këtu, por kanë marrë shtetësi nga pushteci, edhe ajo legjitime është, se kanë shtetësi njerëzit. Po, nuk e kanë definu ku do të duhen, në Prespa, në Kërçova, në Tetov, edhe tash u japin gjithë të njoftime aty për aty, për momentin e votimit aty ku ju duhen. Mund të ketë edhe ashtu, për ne nuk mund të verifikojmë atë, unë thom kështu nga zgjedhjet e para që i bën kur ishte Gruevski në pushtet. Sa qytetarë për pushtetin në një banesë, 150, u shëndon në dokument se banon një banesë. E tash, ajo nuk është legjitime. Shtetas i këtij shteti
voton aty ku ka vendbanimin, ku ja kanë dhënë, edhe ajo nuk bën. Por, ata edhe nuk hidhruan, aty ne mund të ndihmoj, ata përpiqen të marrin pushtetin ose me përçarje të shqiptarëve, të votës shumicë, ose me intriga tjera, po gjithsesi shifet se Bëjnë përpjekje. jo pretendent, përpjekje që si të merret Kërçova. Edhe pikurimin da, kur u bashku Kërçova, ka pas përpjekje të dhimbshme. Unë nuk dhja u kujtohet se këtu kanë njerë të marrin premierin e tyre Grueskin me helikopter. Unë të sulmuajnë për shkak se u kisha thonë se do të fitojmë Kërçovën, pa bu analizë se vota është votë, shumica fiton. Kupton, po me atë mendimit e të kaluarës. Tash, ne nuk, ne kemi një detyrë. Si shqiptarë, ne bisedojmë tash, por mu më është duk se shqiptarët kanë hyrë në garë të marrë vesht, që të bëjnë garë që votuesit shqiptarë të kenë të zgjedhin. Tash, mas ajo përfundoi, asnjë nuk mund të hidhrohet se sovrani, votuesit, u përcaktuar për një kandidat me ma shumë vota që ka. Tash edhe rregullat ligjore, por edhe normative, por edhe njerëzore janë se në garë ma të tje vazhdojnë ai që ka ma shumë vota, ma shumë simpatizant. Tash unë çuditem si nuk te kaluat vetvetja. Edhe votuesve qirë që kanë votu për palën e vetë, por edhe pretendent dhe garuzve se tashma është koha edhe do të ndodhe, do të punë, do të stofen ato bindjet, shpresa, se njëri kur ka shpresë, kur ka disa bindje, edhe ato e zmadhu, i vot realitet. Tash do të tërhiqet se ne kemi detyrë garusin që e zodhën vetë, për finale, ta përkrahin si palë që duhet të fitojnë. Edhe si shumicë votuse, se ne me bo që të bëjmë doj luks, a pak kemi mësej për luks, të mos votojmë, ose të votojmë palën tjetër, ne kemi të raftu, kemi dëshdu komunën me voat. Pushteti komunal, njerëzit, shtetet, pushtetet bëjnë lufta për pushtet, kuptan. Ti pushtetin komunal ta ka dhënë shumica, e keme vot, 2000 vota janë dallimi. Ata si mrejnë atë. Te ne mund edhe të shtohen, se ne nuk kemi fajt, përse kemi popullatën jashtë, për janë votues. Mund shumë edhe shumë vota, po për herë bëjmë mundime që mundojmë njerëzit tonë, popullatën, për mos marrëveshjet tonë, ose nga frika se këta që janë iritu, që s'kan qitë kandidatin e vetë të parin, ose që nuk janë në finale, ndoshta nuk votojnë, duhet të imi të qartë. Këtë punë e kanë udhëheqësit e partia, këtë punë e kanë pretendentët të tregojnë kulturë garuse, edhe të zbusin frigën e shqiptarëve se komuna nuk ka si të hudhiqet nga pakica. Ai obligim i udhëheqësive, tash ata nuk do të mund të frenojnë gjithë popullatën se me inatën. Inatet, kapricet, t'i lajmë në pushim, ne jemi në garë për humbje të pushtetit komunal ose për ta pas. Me dijit ato se qysh humbin, se tash ne më llogarisim pasojat e humbjes, jo se qysh fitohet me këtë. Nëse shqiptarët dalin për qeverisë komunale, për shkak të një kënaqësie të shkurtën, se mase nuk shkova unë, erdhom edhe kandidatin tjetër shqiptar,
urrëtien se ekziston, ajo është vetë kënaqësi me afat të shkurtër, a me pa pasojat e humbjes me i llogarit, ato njerëz me njerë kthehen, zbuten dhe thonë kjo punë nuk shkon. Humbjet janë të mëdhaja, pse? Ti nuk je pjesëmarrës për një natë. Ti e ke komunën, ti ke popullacion shumë, asnjë nuk i dhuat. Asnjë nuk i dhuat pse shqiptarët e udhëheqin komunën e Kërçovës. Mundet se i kemi Bashkë me numra. të tjerët. Janë numra. Zgjedhjet janë numra. Shumica nuk mundet ta pushtet me voat. Pushtet me dorë të vetë të nënshkryjnë. Të duhet të marrë të hek dorë për pushtetit. A e dini që do të na ndodh me na ndodh kjo? Njerë ti nuk ke pjesëmarrje në buxhet. Nuk ke pjesëmarrje në pushim. Nuk ke pjesëmarrje në kontrata brenda dhe jashtë komunës. Nuk ke pjesëmarrje në menaxhim të mjeteve që popullata shumic i grumbullon. Ti pikur e nis kafen e parë, fillon me të vëshën Po, fillon me derdhën në buxhet, derdhën që tjetër derdhën në buxhet. buxhet. Kafen e parë, pikur e merr bukën më gjithë, pikur e ha më gjithë. Gjithë ato paret njerëzve që i derdhin në buxhet i menaxhon tjetër. Kur i menaxhon tjetër parat e huaja, ti se në mosh me men se 4 vjet nuk ke pjesëmarrje aty, nuk shikon ç'është të ndodh. E dyta, të dorëzosh komunën vullnetarisht. Për i natë, se shqiptari kënaqet edhe me i natin, pa ajo kënaqësia është e shkurtër, është 4-5 ditë, 1 vjet. Bas 1 viti, kur të binden se ç'kan bua, do të fillojnë grindjet e ndasive. Ato votat që kanë dalë në përfshate, se njerëzit dihen në vend votime. Gjithë do të gjurmojnë cila vot ka shku për vëmëruan. Do të gjurmojnë, do të adin familjen që i trahton, i rrezikon, që është me palë tjetër. Tu e pas që i dorëzon pushtetin. Ata tash nuk do të quhen pjesëtarë të pëlqy në popullat. Se kanë dorëzu popullatën. Kjo dinësi i bi, nëse notojmë me një gomonë të azanë. E tash ne i çmendun shpon gomonën, ne që do që të mbytemi gjithë. Do të jetë duhet prokisim. Ne nuk mund të prekrahim njerëzit të cilët na myshin neve. Ajo është vetvrasje, dorëzon pushtetin me vetdije. Me vetdije për inat. Su bëna unë, mos bët edhe aj, kënaqesh për disa koha. Mas disa viteve do të hyp dasia në mes të vëllezërive. Ti votove, ti na i bone, ti na çojnjaqe. Mos mendojnë në i politikon shqiptar se do t'jetë i lumtur, i përkra, edhe do t'jetë i lavdu në gjithë popullin shqiptar. Kur o fitu komuna e Kërçovës, ka pasurime Kosova, Shqipëria, për shkak se Kërçova me popullat shumic, edhe ajo me bindse shumic, po pse s'u bindse, unë ku bë regjistrim. Mbi 2/3. Unë ku bë regjistrim, ata s'kan desh na qisin mbi 50%. Por të qerit janë nën 50% me gjithë të qerit, edhe më që të mësë. E tash, ajo komunë nuk ka vullnetarisht si të udhëheqet nga të qerë. Nuk ka si të udhëheqet nga të qerë, por nëse ka vretje të qerët, se nuk udhëheqet mirë, ata protestojnë, kërkojnë, kanë pushtetin qendror, është i tyre. Po ka organe që i zgjidhin Ata e përkrahin, kanë forma që ti përkrahin, nuk janë ata të lanë mas dore. Ne jemi shumicë e mirë, shumicë pakicë. As pushtet qendror, atë që je vetëm pjesëmarrës, edhe dorëzon edhe pushtetin lokal, edhe ti me plot të dresh për ngullesh. Se nuk je jaf, nuk je i vetëdijshëm të menaxhosh me vendin tënd. Ti ja dorëzon dikujt tjetër e bi menaxhen në shtëpinë tënde. S'din ta marrë shtëpinë, ti do të bish ndihmës aty. Të të menaxhon shtëpinë me familje. Kjo punë nuk ndodh. Nëse Zoti e ka marrë menden popullatës shumic, edhe duan ta bojnë me dashje, pasojat njën të pakompenzueshme.
do të fillojnë dasija shqiptare mas një 2-3 muaj, se njerëzit nuk janë gjithë as liberal se punë e madhe se në ustet tjetër. Nuk ka gabim. Por ti e ke, ti pastaj vetëm do të lefësh. Së më pëtë, së më gjënë, së bënë, së nëpton rrugët, ti s'do të mundesh të hënsh. Ka pas raste, kryetarin e kanë shalë në rrugë. Së veront, edhe ajo ndali ka pëtë se, që është puna? Po kene i halë, a që, kjo unë, zedhim halën. Nuk do të dinë se unë majme në komunizmë, po majme në kontonë, që se zinje kryetarin fare, nuk do të dinë nevojtari shqiptar si të afroat të organet e komunës e të komunë. Do të gjënë në mikë, në shëtë, si motit, pagujnë me pagesa, me shpenzime trona, të afroat ke kryetari. Ai do të bëjë shakan me atë edhe nuk zedhë problemi. Nëse në ndodhë kjo, ne nuk do të ki kërçovarët, që njifemi si popull, njifemi si qytetar besnik në nivel të maqonisë, për edhe në nivel republikan, edhe në nivel të kombëtar, në Shqipëri, në Kosovë. Njifemi si njerëz të fjalës, njifemi si punëtor, njifemi si humanist, jo bukshkall. Komunë të menaxhu me 3 mandate, të dorëzosh me votë, të që popullashëmit, neve do të na çojnë vëllezërit tonë jashtë komunës, Tetov, Stru, ma lartë, do të na çojnë të çmendur. Të papjek, edhe psiqikisht të ngatru me vetveten për shkak se nuk mundet të menaxhojnë. Duhet të menaxhojnë një i huaj. Ti menaxhoj një tjetër, nuk e di... Jo i huaj, po një përfaqësuesi i shumicës. Qytetari i vendit, ai mund tjetë shumë i mirë, mund tjetë, nuk ka mund vretje në persona, nuk ka vretje në ata që do të udhëheqin, nuk ka vretje se a është e mundën. Por unë dësha të thëmë edhe një tjetër protë, për damush menden shqiptarve se partia në pushtet, që do pretendon me çdo kusht të marrë Kërçovën tash, me një kandidat, nuk ka Bullgara me shumë kandidat, nëse ka sinqerisht. Ai e di se nuk fiton se ka popull. Pse me vetdije nuk merr në radhët e veta një kandidat shqiptar për kryetar. Edhe t'ja hap ato 8.000 vota, 10.000 sa ka partia vet. E thot, unë do ta udhëheq si parti Kërçovën, po me kandidat të shumicës. Si e bëni me Strugën? Edhe ne do të kuptojmë se aja ka me një men. Po, me çdo kusht të marrësh një komunë që shqiptarët më të jenë pjesëtarët e rendit dytë të menaxhenizu edhe se edhe politika tash globale republikane nuk është as në favor të shqiptarëve. Ne do të thomi troç atë gjë. Se partia e Vëmëros ka erdhë në pushtet me manipulim të popullatës maqedonase se do të zhdukim shqiptarët, ma ashtu i vjen, pi sistemi, pi aty. Edhe do të zhdukim edhe gjithë marrëveshjet tjera që kanë qenë jashtë këtë ndërkombëtare, po edhe marrëveshjen e orit do ta çungojmë sa mundemi këndë. Andaj tash ne s'kemi edhe besim. Do të flasim se i kalum 50 minuta në këtë emision, zotëria Zema, mu pak të flasim rreth diasporës, me që tham gara që u bë me shqiptarëve me 3 kandidat, edhe efektin do të shqetëson pak negativ në diasporë, se edhe takimin që majtën diasporë bajtën të ndarë, dhe të dha një reflektim apo një mesazh pak edhe ndarës jo bashkus, dhe shohim se tash edhe ajo reflekton. Si do të, ose çfarë do të thoshin këtë drejtim? Thash ju mund të flitni edhe në aspekt politik, me që jeni edhe diplomat, por edhe në aspekt fetar rreth asaj që njerëzit të ngurohen që të vinë në rrethin e dytë votojnë për këto zgjedhje lokale.
Po të në puna e mërgatës ose diasporës si jemi mësu ne të thrasim, është një punë shumë e ndjeshme. Njëherë ata i harxhuam në rrethin e parë të votimeve, tash duhet në rrethin e dytë të harxhohen sërish. Ne të gjithë e kuptojmë se ka një kosto, ajo nuk është pa një kosto financiare, mirë po ata që i kanë mundësit të vinë, do të ishte mirë nëse duan që kur të vinë këtu, ti marrin ato shërbime që u takojnë si qytetar, pa prit radhë, se pa zonë mik, atëherë duhet të hypin aeroplanit ose autobusit, ose veturave të veta edhe të vinë, ta japin votën për të bëjnë unifikimin e votës, me ne këtu që jemi, edhe ta qëjmë kandidatin ton, nuk kemi asgjë kundër kandidatit të VMRO-s. Mirë po ai është i paprovu në skenën politike. Një. E dyta, është person që del ose kandidohet nga partia e cila e mbështet për inat, jo për vlera. Do thot, kjo, përderisa kandidohet për inat, kjo është që në start është e gjykuar të dështojë si kandidat ai. Edhe ai nuk do të bëj asgjë për këtë popullat përveç se do të zbatoj politikën e udhëheqjes aktuale të VMRO-s, e cila e shohim të gjithë se çfarë çndrimi ka jo vetëm ndaj shqiptarëve, po edhe ndaj maqedonasve, edhe ndaj qytetarëve, edhe ndaj popullatës së vete, do thotë. Nuk kanë interes për popullin e zakonshëm, nuk i intereson popullata e zakonshme, i intereson vetëm përfitimet personale. Për diasporën, kthehemi sërish këtë diaspora, do t'ju bëj thirrje që nëse i kanë mundësit të vinë, ta japin votën ditën e votimeve, në rrethin e dytë për kandidatin të cilin ne e mbështesim. Se kjo ishte edhe marrëveshje ishte me diasporën, dhe në diasporë të 3 kandidatët, edhe pse shkun ndamas, në diasporë të 3 kandidatët, në diasporë kanë thënë që në rrethin e dytë ne do të përkrahim kandidatin i cili në bllokun politik shqiptar merr shumicën e votave. Faktikisht, ose gjendja reale e tanishme është se në bllokun politik shqiptar votat shumicë i mori Fatmir Dehari. Tash të 2 kandidatët tjerë duhet të kenë gatishmërinë, duhet ta mundin veten e para, ta tejkalojnë vetveten, ta tejkalojnë inatin personal, edhe ashtu siç e kërkojnë rregullat e demokracisë, t'i zgjasin dorën elektoratit. Jo kandidatit. Elektoratit t'i zgjasin dorën, t'i thonë ju faleminderit që ju që na votut, ju faleminderit. Edhe ju që nuk na votut, ju faleminderit. Keni arsyet tuaja pse na keni votu ose pse nuk na keni votu. Prandaj ne respektojmë mendimin për respekt të mendimit të atyre kandidatëve që i kanë dhënë qoftë edhe një vot të vetme e përsi ndaj nesh, atëherë ne duhet ta përkrahim këtë. Ju që na keni votu neve në rrethin e parë, ju këshillojmë që ato vota të dilni sërish në rrethin e dytë, të gjithë edhe t'ja jepni kandidatit i cili fitoi një vot më tepër se unë. Edhe kandidati i tretë duhet ta bëjë të njëjtën gjë. Edhe në këtë mënyrë, kur ta tejkalojmë veten, do thotë, kur të mos punojmë për veten, mos punojmë për interesin personal, po të punojmë për interesin e popullatës, atëherë ne do ta arrijmë fitoren. Ndërsa nëse ne pretendojmë të shkojmë përpara ashtu siç pretendojmë, themi jemi kështu, jemi ashtu, jemi patriota, jemi për në Evropë, jemi për këtu, për atu, gjithë këta lafologji sa të dush, edhe jemi gjitholog bëhemi, për çdo gjë i kemi përgjigjet në xhep, ashtu nuk shkojmë përpara. A dhe nëse një njeri i cili bën thirrje që vota të sabotohet, në çfarëdo mënyre, ajo sabotim i votës shqiptare, qoftë bojkoti, qoftë votimi për kundër kandidatin, qoftë prishja e flet votimit, se ka edhe kështu. Ka njerëz që do të dalin aty edhe do t'i vënë X flet votimit. Ka njerëz që do shkojnë do i votojnë të 2 kandidatët. Edhe kjo është shkatërrim i votës. Kjo do të thotë është vetvrasje politike. E përmendi zotri Madinit, ne e kemi të gatshme, edhe ne tash disa puna ne për inat vetvetes
Nuk e du, unë do t'ja jap këti, vetëm mos jetë vllai im, do t'ja jap unë atij komshiut. Nuk është në rregull. Ju çfarë mendimi keni për apelet që bën nga individët, që thon votues, tash apo që kanë qenë pjesë e një grupacioni politik apo mbështetës të një kandidati, që ta shkojnë deri në atë që o të bojkotohet o Tash ne jemi çorodit. Por ka edhe pak kohë të ftofen ndodhit. Nuk besoj dhe as që më shkon në mend të më bin dikush se kërçovarët janë bojë jashtë vetvetes. Kërçovarët e di se çfarë popullate vujtun ka qenë edhe në të kalumen edhe ma vonë deri në bashkimin e komunës edhe udhëheqjen nga udhëheci e shumicës, të bojnë asigafi, të bojnë vetvrasje dhe mos se te kalojnë vetë se unë i njeh edhe pjesëmarrësit, unë pak njeh këtë që ishte garus i panvarur, por janë një familje, janë një prejardhjen, janë një gjyshin, janë një babën. Me që atë që i shkathët edhe bindës grumbulloj rreth vetes një numër të madh votuesish, ai ardhmërinë nuk duhet ta gjejë me një pjesëmarrje në garë. Se Lema, pjesëmarrësi partijak, zoti Fatmir Limani, që ka një ardhje tjetër në pushtet, të mos e te kaloj vetveten, të jetë pjesë e sovranit, pjesë e shumicës shqiptare që nuk duan dorëzim. Edhe nuk duan humbje, se nuk përfundon këtu karriera politike. Ja, Përkundër, ky mund të jetë një fillim. Këtu humbet çdo gjë. Ai një post më të lartë e ka, po për të garu politika partia me kandidat të dallum, i ranë se të garojnë edhe për herë të dytë. Ai nuk ka humb kur gjë. Ai është fitues nëse komuna e tij udhëheqet nga shqiptar. Po nëse do t'i ndihmojnë nga qeveria, është shumë punë e lehtë që ai për qeverie në këtë komunë të varfër të dajnë mjete, ndërtojnë spitalin, ndërtojnë objekte me karakter më të gjanë shoqëror që i takojnë qeverisë. Ne kemi pas plot qeveritar, po këtë Kërçova askush se ka pa. E këtë Kërçova ka marrë ndryshimin edhe pamjen edhe o bë folje edhe e shqiptarëve me udhëheqjen shqiptare të komunës. Ne kemi pas pjesëmarrës edhe në qeveri, po askush nuk ka thonë se do mjete i dajmë për komunën e Kërçovës, për këtë bëngit. Tu ka edhe shumë objekte me karakter shoqëror, shtetënor, po si bën asnjë. E tash, ai nuk humb kur gjë, direkt, se ne njihemi të vendi, ai del fitues nëse i fiton popullata, nëse i fiton sovrani i Kërçovës, nëse kënaqet Kërçova. Ai s'është kurfar humb, si çfarë është humbës. Ai është pushtet, është qeveri. Është u bë faktor, dikur u nda, u bë pavarur, ishte ma mirë. Tash është ai faktor në subjektin ku aqësh, se ndejet humbës. Po, ato votuesit e atij, ose ta zonë njës të partisë atij. Po shikot që ndodhe kundërta, unë çky mua dinjem, si shqiptar s'jem në partitë politike, votoj cilin dunon, i duron dyshimet ma shpesh. Unë do të kështë bë namin që tash ata të fitojnjen. Zdërzot komuna, për shkak se, po, cili dilte para, sovrani, ka dash shumica e shqiptarëve. Një vot tepër kishte marrë, ai aty do të jepnin votat. Ne tash solidarizohemi me shumicën shqiptare. Edhe ta dinë të gjithë, se nëse është bëjë tepërt, zoti Fatmir Dahari si kryetar aty, ne nuk votojmë më Fatmir Daharin. Votojmë institucionin komun që na duhet neve. Hapim dyrët, po kandidati njeriu përmirësohet,
kritikohet ma vonë, po i tërhiqet vretja partijake, vretja shoqënore, ka organe që pse është fajtor, se ne nuk më gjykojmë njerëz pa gjyq. Gjykata është punë e gjykatës. Popullata e merr një orientim, të bëjë një fajtor, të qisi një sherr, edhe ti mund të jetë edhe e vërtet, po të verifikohet. Po mas verifikimit vjen dënimi. Nuk ka njës pa prekshëm. Ama aq tepër mlef kundër vetë, Nuk është karakteristike jona ajo. institucionit komun. U fol për diasporën. Diasporën ne e kemi shterë. Edhe këto i natë e shterën edhe ma tepër, se ne votat i kemi me qash një sa ishën. Ta do detyrohen ata, nga frika, nga jo, pse? Ata e din se Kërçova është e tyre. Ata e din edhe mundimet se si t'i largojnë nga Kërçova. Jo rezident, pa rezident, ata janë vëllezërit tonë, janë fëmijët më, janë vllai im, janë shtëpiat i kanë aty, janë pasuria jonë, ata e kanë marrë Kërçovën me mjete, me gjithçka. Edhe vazhdojnë na mbajnë ata. Edhe na mbajnë, por të mos idhromi, ta thomi edhe këtë. Nëse ne që jemi këtu, besim pa votën e tyre, ne do t'jemi humbës. Por, ato fitojnë 4 vite, letë hargjojnë një herë, 2 herë për mrekullit e Kërçovës, letë vinë. E kanë borgjë për Kërçovën e vetë, për vetëlindjen. Ata e gjanë shtëpit të mbrojtura, e gjanë ujin në funksion, e gjanë rrymën në funksion, e gjanë rrugët të ndryqume. Katundet të bëshadisur, ata janë të gjallë. Kur vinë e kanë gati, 2 javë, 1 muaj, vjenë kur duhet, vjenë për darsën, vjenë për fatkeqësive. Kërçova ju duhet atyne. Por, është një mjerim që ata e kanë marrë gjatë gjithë jetën, ku ma heret e kanë ndërtu me drut e veta, me gurbetën se Kërçova, komuna Sipte, kur gjanë shteti, pa i kënë ne rrugët i kemi më vetë, rrymën vetë, gjithë shka vetë. Tash ata i kemi shterë, por borgjën e votës pse janë në listën, si shumicë, ata e bëjë shumicën të lista e votimit, se atë janë të regjistruar, ata do t'a lajnë. Nuk me detyrim. I kemi shterë, na vjen keq, po ja Nuk kemi zgjidhje tjetër, është e vetë një zgjidhje. humbim gjithë. Bën vetvrasje kolektive. Vetvrasja kolektive nuk njihet as në feje, as në komp. Vetë është vetë, mund këtë vetvrasje një individ, ka që po, jo gjithë grupa tofa. Ne tash i gjajmë tofës, i lus se i njef, se nuk jam faktor, unë jem një qytetar, i vjetroj më shumë, i vujtur, merë me këta problemet të çështjes tonë përballë shtetit, gjithë shka kemi mbrojtë, kemi marrë me zorte, kemi marrë me mjete, me forcë, po i lus që asgjë nuk është ajo se nuk ka fitu ngarë. Ngarë ka qenë, ka provu, gjyshandit i ka pas. Edhe ka ditë se po të vinte i pari, nuk do të mundesh që të bëhet kryetar përballë atij kandidatit, kundër kandidatit, pa i pas votat e grumbullume. Edhe ai ka ditë. Po tash, me që sovrani ka vendosur që përsëri kyt jetë, aty nuk vjen si repris, por do ta kuptojmë me lehtësim. Se ne shpëtojmë vetë vetën. Ne, askuj si bëmë shërbim. Ore kemi borç të tufës që jetojmë. Tufa me u nda ujku një nga një, copton. Ne kemi interes jetik komunën tash. Si shumicë. Si shumicë edhe kemi borç të ndërtojmë. Ta demi ma shumë se të tjeri të ndërtojmë. Edhe kemi dhënë provën. Këtu thje që 12 vjeçare ne kemi dëshmu se askush në komunën e Kërçovës nuk është i damtohu. Zotri Madi, me që vim ka fundi emisionit i kalun mbi 1 orë 10 minuta, Zotri Azem, juve do të vakshëdhohen në mundësin për një apel të fundit në këtë emision, me që me Zotri Madin e fillum më herë. I kemi shtërru edhe ne fjalët
po megjithatë sërish do t'i ftoj të gjithë qytetarët që kanë të drejtë vote. Ti ve në gishtin kokës, së pari unë, ti ve gishtin kokës, pastaj edhe gjithë të tjerët. Ku duam të dalim me këtë punë? Përderisa insistojmë që të dalin ke një institucion i cili do të jetë në shërbimin tonë, atëherë detyrimisht duhet me datë 2 nëntor të dalim në kutitë e votimeve. Nuk është koha më për ta shkundë votën. Në rrethin e parë zgjedhor kam bë apel gjithë një shkundë votën, qoftë nevoja edhe 10 herë po që nevoja, edhe 100 herë. Para se ta hudhësh në kutinë e votimit shkunde, tani nuk e kemi më mundësinë për ta shkundë votën. Si ne këtu që jetojmë rezident që na quajnë, si vëllezërit tanë në diasporë, mërgjimtarët. Nuk është koha, nuk e kemi më luksin për të thonë, hase nuk ndryshon vota ime asnjë gjë. Përkundrazi, edhe një vot e vetme, sa do e votë s'këll të jetë, është shumë e rëndësishme, është detyrë, ja kemi borx gjeneratave që vinë mbas nesh këtë punë. Pse? Mos themi se kundër kandidatit do të jetë tmerr, do të jetë katastrofë. Jo. Edhe ai do bëj punën e vete. Mirë, po ai është person do thot i cili do të zbatojë një politikë e cila nuk mbron interesat e asnjë popullate, të asnjë etnie. Fatkeqësisht, ne jetojmë tash në këtë shtet, edhe e shohim se çfarë bëhet në pushtetin qendror. E shohim se çfarë politike shkon në pushtetin qendror. Të gjitha marrëveshjet që janë arrit është dash 3 dekada, që të arrinë në disa marrëveshje që janë kyçe për shtetin, për mbarvajtjen e popullatës së shtetit tonë, tash vjen kjo klasë politike shkon drejt anullimit ose drejt shkeljes ose drejt mos respektimit të atyre marrëveshjeve. Edhe na kemi ngjecje ne në procesin e antarësimit aty ku synojmë, do thotë synimi jo në antarësimit në Bashkimin Evropian, kemi ngjecje para që kur ka kjo klasë politike ka stagnu kjo. Po ne këtu tani nuk mund të nuk kemi luksin të flasim për këto punë. Ne duhet të flasim me bashkëvendasit tanë që jetojnë në diasporë. Të bëjnë gjithë çka që është në mundësitë e tyre me datë 2 nëntor të vinë, ta japin votën, po që nevoja, ta rezervojnë aeroplanin ose mjetin e tyre të vinë, të votojnë edhe të kthehen sërish menjëherë. Vetëm ta hedhin në kutinë e votimit votën e tyre. Është shumë e rëndësishme kjo, është detyrë. Ndash fetare, ndash kombëtare, ndash ndaj gjeneratave që vinë, mbas ndaj brezave që vinë. Është detyra më e rëndësishme, nuk ka pas asnjëherë Kërçova nuk ka qenë në kësi udhkryqi siç është tani. Fatkeqësisht ne duhet e përmendëm edhe më herët, edhe gjatë emisionit e përmend, ne tani kemi luftë brenda llojit. Neve na duhet të tejkalojmë vetveten, të gjithë. Të tejkalojmë minatet personale, të lëmë të gjitha anësh të me datë 2 nëntor të japim votën tonë për administratën e re e cila për 4 vjet, kjo nuk do të thotë se do të jenë ata të përhershëm ose nuk do të thotë se do të jenë të paprekshëm për 4 vjet. Nëse mas 1 muaj, 2 muaj ata nuk shkojnë sipas asaj që ne kemi kërkuar, ne mund të kemi iniciativë që të shkarkojmë ata të bimë tjerë, organizojmë zgjedhje të tjera. Mund ta ndjekim procedurën ligjore. Por nuk e kemi luksin tani, në këtë, si thon anglisht i thon timing. Në këtë kohë, në këto rrethana, do thotë në këtë periudhë kohore ne nuk e kemi luksin të bëjmë eksperimente me vetveten. Duhet ta tejkalojmë vetveten në 2 nëntor të japim votën aty ku duhet. Zimadic, porosia juaj e fundit? Porosia ime e fundit është popullata shqiptare që voton për kandidatin e tyre, mos bëjnë një lëshim që të lajmë me gishtin në gojë gjithë shqiptarët në përbot që na përcjellin. Të çuditet Shqipëria, Kosova, vetë gjithë Maqedonia, se çysh ndodhin në Kërçovë, çfarë njerëzish që në ato që dorëzojnë pushtetin. Ne do të mbrojmë kënaqërinë. Do të dalim fitues patjetër, nëse duhet të jemi njerëz të vlerësuar, të çmu dhe të kemi dyert hapur para në tufën tonë, popullatën tonë, gjithandej. Se
jemi të mençëm, se jemi tolerant, edhe se e duam vetë edhe se e duam vendin ku jetojmë ta menaxhojmë vetë. Nuk është e mundun të dorëzohet pushtet që e ke në dorë me votë, edhe je në përsi, aq me nduri se bon askush në botë. Pastaj, lëshom të porosesim diçka. I lusë gjithë politikanët jashtë, që janë me karakter republikan, udhëhecësit e partive politike. Mos krahasojnë Kërçovën me kandidatet ku kundër kandidat janë shqiptarë. Kërçova humbet përgjithmonë. Nuk është kurfar humbjen të tofë se do ta udhëheq një kandidat një parti tjetër këtë radhë komunën, herën tjetër. Nuk është. Asnjë mos e dorëzojnë për interese të partive nëlt të fitojnë ndoj komunë, mos e bëjnë monedhë për kusur Kërçovën. I lusë të jetë të vëdisu se shumë shtrejt do të kushtojnë politika atyre, se ne nuk do të heshtim kush na ka dorëzu. Kush na ka bë pazar se duhet këtë radhë ne të dorëzohemi. I lusë ka koha të dalin edhe krerët të apin orientim për apin udhëzimet e duhura, si do të veprojnë. Votën kërçovare, të apin qartë dhe shkurt, se ta shpërthojnë do pazare kënde andej, mu pak më intereson si do të marrojnë strugan mes dy kandidatëve shqiptarë. Pak më intereson si do të marrojnë Tetova, si do të marrojnë aty ku garojnë çdo. Ose Gostivari. Kërçova është komunë, humbet ose fitohet. Ose fitohet se e ke shumicën, e dorëzon vetë. Të gjithë që përzihen anësh për të pre fatin e Kërçovës, i lusë të mos na ndihmojnë. Nuk besoj popullata shqiptare të çmendet. Tash e kanë hutu intereset ndryshme, marrëveshje ndryshme kujesi, por kërçovarët humbasin vetë. Të kthehet popullata tash edhe pa partitë votojnë. E vëdisume se nuk humb as te partia e vetë, as kun humb vetë tufa. Kjo është porosia e plakut, e një mençurie të rregjur që me ditë se çka humbin, është vonë përmirësohet. Faleminderit zotrin Madin, faleminderit zotrin Azem, shikues të Faleminderit ju. Faleminderit edhe një herë. Shikues të respektuar, ishim në këta në një orë e tepër që diskutuam pak për Kërçovën në vitet e 90-ta, por edhe për zgjedhjet lokale që po mbahen këtë të diel në Kërçovë, të thonë rrethi i dytë. Faleminderit për vëmendjen dhe shihemi në emisionet e ardhshme.